Pasi Allahu i madhëruar i premton profetit e tij Muhammed sallallahu alaihi wasallam se do t'i tregojë atij detajet e ngjarjes së djemve të shpellës dhe se ata ishin një grup djemsh që besuan në Zotin e tyre dhe Allahu i madhëruar u ashtoi pastaj udhëzimin dhe besimin. Në vazhdim të këtyre përshkrimeve thot Allahu i madhëruar: وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Thot Allahu madhëruar, ne u alidhem zemrat e tyre me durim, kur ata u ngritën dhe thanë, Zoti ynë është Zoti i qiejve dhe i tokës. Sipas komentuesit të Kuranit, ky moment me të cilin përshkruan ata në ajet është momenti kur ata pasi kanë refuzuar të bëjnë si veprimi i baballarëve tyre dhe i popullit tyre, pra refuzuan shirkun dhe idhujtarinë, përballen me reagimin e popullit. Dhe në atë moment ata ndjejnë frikë dhe kanë nevojë për lidhjen e zemrave të tyre me durim. Dhe thot Allahu madhëruar: "O rabatna ala qulubihim", ne u lidhëm me durim zemrat e tyre, pra i forcuam ato zemra që më pas të thonë atë deklaratën e drejtë të besimit në Zoti ynë është Zoti i qiejve dhe i tokës. Nevoja për lidhjen e zemrave me durim dhe forcimin e tyre është një nevojë natyrshme që lind kur dikush ka frikë, dhe kjo në lidhje me besimtarët është përmendur edhe dy herë tjera në Kur'an. Hera e parë është në lidhje me nënën e Musait alayhis salam, kur thot Allahu madhëruar frymëzon atë për ta shpëtuar Musain alayhis salam ta hedhë atë në lum, dhe në atë momente thot Allahu madhëruar zemra e saj u boshatis. Dhe për të përballuar situatën thot laula arrabatna ala qalbiha, pra ajo do kishte kryer ndonjë veprim të gabuar apo do të kishte treguar çështjen e tij, sikur ne të mos ja kishim lidhur zemrën e saj me durim. Ky është rasti i parë. Rasti tjetër është rasti i sahabëve në luftën e Bedrit, kur u bë dukshme se ata do ndesheshin me armikun e tyre. Atëherë thot Allahu madhëruar, u zbritëm atyre kotjen, gjumin, që t'jetë shkak që qetësohen, të arrijë qetësia tek ata, dhe thot Allahu madhëruar: "Waliyarbita ala qulubikum wa yuthabbita bihi al-aqdam", pra e bëm këtë veprim, pra u zbritëm gjumin dhe kotjen që të lidheshin zemrat e tyre me durim dhe të fiksoheshin këmbët e tyre kur ata të përballeshin apo të ndesheshin me armikun. Dhe kjo pjesa e ajetit na tregon pra gjendjen që ndodheshin ta djem dhe që patën nevojë pastaj për lidhjen e zemrave të tyre me durim. E dyta ajo që bie në sy në këtë ajet është se Allahu madhëruar thekson qartë veten e tij për të treguar se ai ishte ai i cili lidhi zemrat e këtyre djemve me durim dhe u dha atyre forcë që ta përballojnë pra situatën. Dhe kjo është shpërblim prej tij kur tek robi bashkohen dy karakteristika. E para, veprimi i tij i drejtë, dhe s'ka dyshim që veprimi i tyre ishte i drejtë, ata po mbronin besimin e drejtë dhe po deklaronin besimin e drejtë, besim për cilin janë krijuar krijesat. Dhe e dyta, kur njeti është i pastër, pra qëllimi është i pastër për Allahun madhëruar, dhe që është ngritja e çështjes së tij dhe mbrojtja e drejtës së Allahut madhëruar. Dhe në këto dy raste kur bashkohen, puna është e pranuar prej Allahut madhëruar dhe Allahu madhëruar shpërblen me një shpërblim të tillë siç u shpërblyen pra djemt e shpellës. Nga ky përshkrim përfitohen edhe disa dobi. Njëra prej tyre, kundërshtimi i të kotës është detyrë, sidomos kur ka lidhje me besimin, sepse për besimin e drejtë janë krijuar krijesat. E dyta, e kota nuk qëndron vetëse me forcën e pushtetit dhe të dhunës dhe të frikës, ndryshe nga vërteta e cila qëndron vetvetiu me forcën e logjikës dhe të argumentit. Dhe prandaj me këtë situatë të krijuar djemt patën nevojë për lidhjen e zemrave të tyre me durim. Dhe e treta,
Në këtë ngjarje na kujton Allahu Madhëruar dhe kushtet e pranimit të veprës nga robi dhe që të jetë e drejtë sipas rregullave të profetëve, pra sipas mësimeve të tyre dhe gjithashtu të jetë e sinqertë për Allahun Madhëruar. Atëherë Allahu Madhëruar e shpërblen atë dhe një prej shpërblimeve është ajo që përmendet tek djemtë e shpellës dhe që është forcimi apo lidhja e zemrave me durim që pastaj ata të kenë mundësi të vazhdojnë në rrugën e besimit tyre të drejtë.